Xhelozia është shenjë e dashurisë. Respekti ndërsjell. Raportet martesore ndërtohen shumë fuqishëm kur ekziston edhe xhelozia. Në fakt, pa xhelozi ajo martesë është e dëmshme. Në gjuhën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, personi që nuk ka xhelozi për gruan e tij ka emër të keq. Gruaja që nuk xhelozon për burrin e vet është jo shumë e dhënë dhe e epur pas burrit. Pra xhelozia është diçka e kërkuar dhe ajo, sidomos në ditët e para, kërkohet. Mirë po, problemi është si gjithçka tjetër. Edhe në ibadet nuk mund ta teprojë. Një çift bashkëshortor kur kanë bërë njoftimin e tyre, ata janë shndruar në një lidhje të jashtëzakonshme, e cila lidhje tashmë mund t'i tejkalojnë ndoshta edhe lidhjet kryesore familjare. Pra, një burr mund ta duaj gruan e tij ndoshta dhe ta teproj më shumë se nënën e tij, më shumë se motrën e tij. Pastaj edhe në anën tjetër, dhe gruaja mund ta doj burrin më shumë se babën, më shumë se vllajin. Sepse kjo lidhje në fakt që është motiv i brendshëm njerëzor, është e motivuar nga ajo dashuri të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në librin e tij se është nga argumentet e mëdha të ekzistimit të Allahu xhalla xhelaluhu, përmend për krijimin e qiejve dhe tokës dhe pastaj thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Pra argumenteve të tij është që nga lloji juaj bëri bashkëshort, që ju të gjeni prehje tek njëri tjetri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Dhe në mesin tuaj bëri që të ketë edhe dashuri, edhe mëshirë. Dashuria dhe mëshira ekzistojnë dhe janë të paspjegueshme në mes të çiftit bashkëshortor dhe ato në fakt sa shkojnë e rriten. Pastaj është një gjë tjetër që sikur çdo gjë e mirë që e ka të mirën e vet mund të ketë edhe anën e kundërt, ka edhe smundjet, ka edhe viruse që e godasin. Për gjërat të mira që në fillim është e tillë është edhe xhelozia. Xhelozia është shenjë e dashurisë. Pra, respekti i ndërsjellët. Raportet martesore ndërtohen shumë fuqishëm kur ekziston edhe xhelozia. Në fakt, pa xhelozi ajo martesë është e dëmshme. Në gjuhën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, personi që nuk ka xhelozi për gruan e tij ka emër të keq. Gruaja që nuk xhelozon për burrin e vet është jo shumë e dhënë dhe e epur pas burrit. Pra xhelozia është diçka e kërkuar dhe ajo, sidomos në ditët e para, kërkohet. Mirë po, problemi është si gjithçka tjetër. Edhe në ibadet nuk bën ta teprojmë. Edhe vetëm në agjërim krejt jetën nuk duhet të kalojmë. Edhe vetëm në namaz të natës nuk mund të jemi tër natën. Andaj ne edhe falemi, edhe pushojmë. Edhe agjërojmë, edhe ushqehemi. Nëse kështu është me ibadetet kryesore, çfarë ta merr mendja për xhelozinë, e cila nga një gjë e mirë dhe pozitive ndërrohet në një virus i cili e shkatron familjen. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sot, nga xhelozia, shumë çifte bashkëshortore rënohen fatkeqësisht. Ata në fillim janë motivuar nga dashuria, por dashuria e tepruar ka kaluar që çdo lëvizje e burrit apo e gruas të shndrohet në dyshime. Pse përdore telefonin? Me kënd u takove ti? Çfarë bisedove? Pse ti mendon kështu dhe ashtu? Sidomos nëse burri ose gruaja kanë qasje të ndryshme sa i përket edhe ndonjë martese të mundshme. Pra gruaja nuk është shumë e disponueshme që ta pranojë realitetin që mund të jetë edhe një ortake afër dhe ajo tash fillon atë xhelozi ta shpreh deri në masën sa, sidomos nëse burri e shfrytëzon atë të drejtë, ajo në fakt e humb ndoshta edhe besimin në Zotin ose shpreh dyshime në drejtsinë e Zotit. E kjo xhelozi pra është e papranueshme. Kjo e shkatron martesën. Pastaj
edhe tek burrat është shumë shpesh një gjë e tillë e shfaqur që çdo lëvizje të gruas, çdo pamje të saj, çdo zbukurim, çdo kërkesë të përdalje jashtë shtëpisë, gjithmonë i jep konotacion negativ dhe gjithmonë i duket se gruaja e tij mund të jetë më lavirja në rruzullin toksor. Ai e ka ndoshta nga frika që një gjë e tillë mos të ndodh, por frika shpesh herë mund të jetë vetë problemi dhe vetë ajo që çon drejt problemit. Në fakt pra, ne pse friksohemi nuk do të thotë se duhet ta shprehim. Kontrollin duhet ta mbajmë çdo herë ndërmjet vete dhe duhet të kemi edhe masa të kontrollës në bazë edhe të lëvizjeve të përgjithshme e besabes edhe të fetarisë që duket në mes të çiftit në shtëpi. Atëherë gruas së devotshme mos i rri shumë në kokë, sidomos asaj që ka disa vite martesë, sidomos kur edhe vetë fëmijët janë ata që ta ruajnë gruan tënde. Andaj, ti që një kohë ishe më tolerant, pse u bëre xheloz në një moshë që xhelozia tashmë mund të jetë edhe problem i moshës të cilën më shumë e motivon djalli shejtani se sa që është realitet i kërkuar në bashkësi.